Çfarë prisni nga dita e sotme? Në fakt, i kemi paketën, gjithashtu po mendojmë edhe për paketën tjetër, kemi sanksione që kemi vendosur për energjinë, për Rusinë, gjithashtu kemi dhe një udhë rrëfyes, të cilën e kemi propozuar javën e kaluar bashkë me paketën e sanksioneve. Sepse është e rëndësishme që të shkurtojmë fondet për të vazhduar këtë luftë, pra financimet për të vazhduar këtë luftë. Në këtë drejtim duhet na jemi të gjithë të bashkuar, sepse shohim qartësisht që Rusia nuk do paqe. Po, për bisedimet në Turqi, keni optimizëm? Mendoj që është një propozim shumë i mirë. Sigurisht që ka procedurat të tjera, por është e rëndësishme që edhe si mesazh që amerikanët janë, sepse për t'i ushtruar turistin e Rusisë, kemi dhe ne mjetet, kanë dhe amerikanët mjetet, pra është e mirë t'i përdorim bashkë. Po bisedimet në Turqi. Kur të kthehem, do të takohem me kryeministrin dhe është e rëndësishme edhe për rajonin që të shohim se çfarë si po ecën. Nuk. Zonja Kallas, çfarë prisni nga Kosova dhe Serbia në procesin e dialogut? A keni ndonjë mesazh për Kosovën dhe Serbinë? Pak më parë kemi emëruar përfaqësuesin e ri të posaçëm për dialogun dhe presim normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht. A mendoni që Shqipëria mund të jetë pjesë e BE-s në 2030? Po, mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer kur vjen fjala për reformat, ato që janë të nevojshme dhe po kështu për ne është në anën tonë duhet bërë, pra nga ana e Europës duhet bërë hapat e dura, pra ju duhet bëni reformat për shembull në sundimin e ligjit, perspektivën e kështu me radhë, por ka një moment politik ku të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë dhe nuk ka qenë më parë dhe ndërkohë kjo nuk është e nevojshme vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për Bashkimin Evropian, sa i përket fuqisë vetë ekonomike e geopolitike. Tashmë që po e kuptoni që Putini nuk do të negociojë, çfarë do të bëni? Po është e qartë për të gjithë, mund ta shihni qartësisht. U bën mbi 2 muaj